Deputetët nuk kanë arritur ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës as pas tentativës së Tetë Radhazi, pasi kandidatja e partisë fituese Lëvizjes Vetëvendosje për kryetare të Kuvendit përsëri nuk i mori votat e mjaftueshme. Për Albulena Axhiun kësaj here votuan vetëm 54 deputet, me vëvën që zbret 3 deputet më poshtë, 44 votuan kundër dhe 3 abstenuan, të cilat janë votat e nisme social-demokrate. Në sallë janë 110 deputet. Juftojmë të atëherë për votim. Lutë deputetët që me ngritje dore të deklarojnë për kandidatën e propozuar për kryetare të Kuvendit, deputetën Albulena Axhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kemi 54 vota, 24 janë kundër dhe 3 abstenime. Seanca e radhës do të mbahet me 1 maj, siç njoftoi kryesuesi i seancës konstituitive Avni Dehari. Në bazë të kësaj, detyrohemi ta ndërpresim seancën, shihemi të njëjtën me 1 maj në orën 10. Në prag të seancës, përfaqësues të partive parlamentare veç se kishin paralajmëruar dështimin e radhës, duke thënë se nuk i kanë ndryshuar qëndrimet nga seancat e kaluara dhe nuk e pranojnë Albulena Axhiun për kryeparlamentare, ndërkohë që Lëvizja Vetëvendosje shprehet e bindur se vetëm ish-ministri e drejtësisë do të jetë kandidatja e tyre. Pas dështimit të seancës, ministri në detyrë i financave Kuran Murati tha se Kuvendi po dështon ta konstituojë vetveten. Murati shtoi se kjo situatë është për shkak të atyre që nuk po votojnë pro Albulena Axhiut. Siç edhe pat, pra kemi një përsëritje të seancave të kaluara ku Kuvendi dështon apo nuk arrin të konstituojë vetveten. E kjo vjen si rezultat për shkak që një pjesë e deputetëve pra refuzojnë që të votojnë për kandidatin të cilin apo për kandidatën këtë razonin Albulena Axhiu, të cilën e kemi propozuar ne si fitues të zgjedhjeve e drejtë kjo e cila pra na garantohet dhe është e përcaktuar në kushtetutë. Konsideroj që një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për, në të njëjtën kohë të njëjtit pra ankohen që ka bllokim të situatës, bllokim të Kuvendit, siç e kemi thënë edhe më parë, blllokad do të ishte po që se ne do të vepronim siç kanë vepruar ata të kaluarën, pra të mos propozojmë fare kandidat në seancë dhe pastaj kjo të zvarritet derisa ne të arrinim marrëveshje politike në situata të tjera për formimin e qeverisë siç ka ndodhur me ata. Pra kur kryetari i Kuvendit, posti kryetarit të Kuvendit ka qenë pjesë e diskutimeve politike në formimin e qeverisë. Ndërka në rastin ton, propozimi i kandidatës për kryetar të Kuvendit është bërë në kuadër të konstituimit të Kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë qeverisë. Pra formimi i qeverisë vjen tek më pastaj që mandatari i përcaktuar, pra në këtë rast Zotri Kurti, do t'i ketë 15 ditë për formimin e qeverisë. Siç i dëgjuat edhe të tjerët, pra ka akuza që po kërkohet votohet me zor, përkundrazi ne kemi dëgjuar që deputet individual tashmë kanë shprehur vullnetin që dhe dëshirën e tyre që dalin nga kjo situatë, pra nga opozita po flas, që të votojnë për në mënyrë që të tejkalohet kjo blokad, megjithatë janë qëndrimet politike të subjekteve të tyre, pra që nuk i lejojnë që të ndahen nga grupi parlamentar dhe nga vota uniforme që kanë si grup, derisa i tërë grupi të ndryshojë mendim. Pra nëse veç ka kufizim të drejtës për votim, ka në këto parti të cilat pra insistojnë që të votohet kundër apo të mos merret fare pjesë në votim. Ndërkaq situatat e tjera besoj që tashmë edhe janë më së të qarta sepse i kemi përsëritur disa herë. Ajo çfarë po kërkon opozita me këtë insistimin që ne duhet t'i sigurojmë vetë votat pra si parti fituese e jo kjo të jetë obligim i gjithë deputetëve të Kuvendit, kjo na rezulton në situatën ku ata parimisht pra po kërkojnë që ne pastaj të mos u votojmë kandidatët e tyre për nën kryetar. Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin
që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nën kryetarët e tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe pakënaqësi në lidhje me emrat e përveçshëm të kandidatëve. Ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë ne kemi ofruar si kompromis është një dakordim politik, një konsensus politik që të tri partitë më të mëdha, pra të cilave u takon të propozojnë kandidatët për nënkryetar, përveç përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë në kuvend, të tri partitë e mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paketë emri i kryetarit, pra kandidatës Albulina Agjiu për kryetaret të kuvendit, si dhe 3 emrat e nënkryetarëve në mënyrë që të vazhdohet tutje dhe të kemi dakordim për t'i votu. Për ndryshe, nëse insistohet në këtë situatë nga opozita, është paradoks dhe është situatë nga e cila nuk mund të dalë kuvendi. Pra është blokad e cila mund të shkojë në pafundësi dhe rezultati tjetër, pra skenari i fundit, është zgjedhjet e reja, një proces rilegjitimimi për cilin, siç e kemi thënë më herët, ne nuk jemi të interesuar. Ndërkohë, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se ndjen keqardhje për situatën që është krijuar në kuvend. Krasniqi shtoi më pas se është e tepër që deputetët të paraqiten në kuvend çdo 2 ditë, duke pritur që vetëvendosjet i thrasë arsyes dhe të propozojë një kandidat tjetër që mund të marrë shumicën e votave të deputetëve të Kosovës. Qysh në fillim dëshiroj t'ja shpreh keqardhjen gjithë qytetarëve të Kosovës për këtë tallje që po bëhet me verdiktin e tyre nga ana e partisë së parë, e cila edhe sot për të hetën herë na mbledh këtu në kuvend dhe sillet me mentalitetin e njëjtë. Por unë dëshiroj t'i them 3 mesazhe sot nga hulli i kuvendit të Kosovës. E para, demokracia funksionon me shumicë, jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partije politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë gjithë që koha e sundimit një partijak dhe emonizmit ka përfundu. Sa më parë që ti kupton, lëvizja vetëvendosje, këto 3 çështje, aq më mirë për vendin, sepse vërtet është e tepërt që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që t'i thirrin arsyes dhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës. E kemi thënë dhe po e përsëris. Po i takon lëvizjes vetëvendosje me propozu kryetarin e kuvendit, po nuk mundet me i kërku votat me zor. Ky mentalitet i imponimit, ky mentalitet i presionit dhe i nënshtrimit duhet merr fund mo. Vërtet është e tepërt dhe edhe një herë edhe në emrin tim dhe në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës shpreh keqardhjen më të madhe në drejtim qytetarëve të Kosovës për këtë situatë dhe për këtë tallje që po e bën me të gjithë lëvizjave të vendosje si partia që me qëllim po e mund të bllokum kuvendin e Kosovës. Faleminderit. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës foli deputetja Hykmete Bajrami, e cila deklaroi për media se lëvizja vetëvendosje e ka kthyer kuvendin e Kosovës në një cirk. Ajo situatën e krijuar e ka cilësuar si pengmarrje e institucioneve nga VV-ja dhe duke deklaruar se kjo është duke i kushtuar qytetarëve të vendit. Lidhja Demokratike e Kosovës është për një zgjedhje, për të gjetur një zgjidhje kushtetuese e cila respekton Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rezultatin e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Ne njohim të drejten e të parit për të propozuar, mirë po kjo nuk do të thotë që ne e bartim votën tonë tek një subjekt tjetër duke votuar sipas kërkesave të tyre. Pengmarrja e institucioneve nga ana e lëvizjes vetëvendosje është duke u kushtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës, ata po përballen me probleme të ndryshme dhe askush ato nuk po i adreson. Andaj përgjegjësia duhet të kërkohet pikërisht prej tyre. Edhe një herë po e them që na vjen keq që ne në bazë të rezultatit, natyrisht edhe vullnetit ton, jemi pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, mirë po pa dashje jemi pjesë e këtij teatri i cili tashme po besoj që është bërë mjaft për secilin qytetar të Republikës së Kosovës.